Okej, mirë se erdhët sërish në një episod tjetër. Jemi shumë të kënaqur. Të kënaqur, po Matilda, por kemi dhe po të kënaqur jemi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në podcastin e radhës. Lino, jemi shumë të gëzuar sot. Unë jam kurios, Po. që ndoshta dëgjuesit edhe shikuesit tanë kanë thënë, po pse kaq gjatë? Domethënë se jemi pak gjatë në kuptimin që nuk kemi lançuar videon e radhës, por nëse jemi na falni për vonesën, por më mirë vonë se kur. Jo, si është ajo shpreha? Më mirë se kur, po, mirë thash, po, nesër. Na bëre të dyshojmë. Okej. Atëre, unë dhe Lino sot ndajmë të njëjtin mikrofon, sepse, siç e shikoni në studion ton, kemi një person shumë të veçantë për sot. Ajo është Gabriela, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Gabriela është e ftuara jon e parë në podcast, që kështu jemi vërtet shumë të lumtur edhe për më tepër për temën në të cilën kemi zgjedhur. Por si fillim duam që Gabriela të prezantohet edhe Emri se domethënë normalisht bëhet prezantimi Matilda, e pyesim. Pastaj ti direkt, domethënë si të quaj Gabriela. Po, jo si të quajnë Gabriela, ajo do prezantohet vetë tani, lere tani Lino. Gabri, mirë se erdhe, se Lino e di që unë dhe ti kemi pak më shumë miqësi, njihemi pak më shumë që kështu Lino po të lëm çik më njalë. Duam që ti vetë të prezantosh çfarë bën, ndoshta sa vite ke në kish, me çfarë merresh tani, edhe në këtë kohë do zbulojmë edhe temën me të cilën do të bisedojmë sot. Fillimisht unë jam shumë e privilegjuar që jam e ftuara juaj e parë, kështu shpresoj tani si mbar këtë episod. Atëherë, siç e tha Matilda dhe Lino, unë jam Gabriela, jam 25 vjeç, jam antare e kishës së Perëndis prej nuk e mbaj mend kur, domethënë. Më që do diskutojmë sot, Matilda dhe Lino më lanë mua nderin ta prezantoj për çfarë teme do flasim sot. Midis miliona diskutimeve që neve mund të kishim zgjedhur, unë sot jam këtu për të përfaqësuar temën mbi biznesin dhe ecjen së bashku me Perëndin në biznes. Edhe është një temë që unë e kam shumë qef, Lino, ja thash dhe Gabrit, që e kam vërtet me shumë dëshirë që të dëgjoj, edhe sidomos të dëgjoj rrugtimin e Gabrit në këtë biznes edhe në këtë gjë që Zoti e ka vendosur, që kështu na trego pak më shumë si ka lindur ideja edhe si e ke kuptuar që vërtet kjo është ajo që Zoti do për ty edhe sepse i ke nisur edhe shumë e re, që kështu na trego pak më shumë se vërtet jam shumë kurioze për këtë gjë. Unë në fakt gjithmonë mendoj dhe them që kam lindur me këtë dëshirën për të bërë biznes, me dëshirën për të patur diçka timen. Dhe mendoj që e vogël ka rrjedhur në venat e mia kjo. Krijoja bizyliqe të vegjël, edhe jashisja gocave të lagjes, ose nëse donin diçka nga unë, do bëja ndonjë biznes të vogël për të marrë dhe për të dhënë. Por gjithmonë kam qenë shumë e talentuar në fushën e krijimit. Më ka pëlqyer shumë të bëja handmade crafts, piktura, Zoti më ka dhënë një talent shumë të bukur në pikturë. Dhe më pas teksa rritesha, angazhimi dhe në kishë, shpeshherë neve bënim dekoret e kishës për Pashkën, për Krishtlindjen, dekoret e shoqeve për ditëlindje. Thash, okay, pse të mos filloj të paguhem unë për këtë tani? Okej. Pse mos? Dhe kam qenë duke menduar që të hapja si për një faqe Instagramit, bëja gjëra të vogla, dekore ditëlindjesh, nëse do më duhej, mund të merreja me qira pajisjet që më duhen, sepse normalisht isha 20 vjeçë, nuk kisha një kapital. Në teksa kam qenë duke ecur për në punë, më erdhi një mendim në mendje, thash, po sikur të jetë një person që e shet dhe unë ta blej. Po që t'ishtë një mendim në ajër, se më thënë drejtën s'kisha kokër leku. 20 vjeç, normalisht. Faleminderit që tregosh edhe kaq e sinqert, dhe po e përshkruan në mënyrë me du. Ne jemi më shumë edhe s'kemi akoma kokër leku të nisim një biznes.
Ti po flet për veten? Po për vete po flas Lino. Po. Dhe shkoj në kishë dhe e kisha shpërndar pak lajmin që do filloj të merre me këtë gjë. Dhe më thot gruaja e pastorit që Gabi thot, kam dëgjuar që do të bësh këtë. Kam një mikeshtimen që do ta shesi biznesin, t'ju lidh nëse të intereson. Po mirë thash, mësër se do blej gjë, po le të takohemi një herë. Takohem me ta, jo ishte bashkë me bashkëshortin e vet, do shisnin biznesin e dekorit. Kishin 13 vite që operonin në treg, kishin një bazë materiale me kapacitet për të përballuar 2 dasma në të njëjtën kohë. Wow. Dhe normalisht vlera ishte e lartë. E bën gjithë atë parantezën e bukur, kemi bërë këtë, kemi bërë atë, po trurim kishte mbetur te vlera, domethënë, u fshin të gjitha këto, nuk dëgjoja unë asnjë gjë tjetër. Bie një shkurt. Normalisht në kokën time në ato moment ka qenë vetëm një jo gjigante, se normalisht nuk I kisha unë ato legët, nuk si ke parasysh atë fjalën si kam parë ndonjëherë bashkë aq lek. Edhe normalisht isha me iden për jo. Po një gjë brenda meje më ngacmonte, s'më më linte rehat. Shkoj në shtëpi, ja tregoj mamet, normalisht edhe mami ishte s'ka. Jo. Dhe futem në dhomë dhe lutem. Teksa po lutesha, më mbushur syt me lot, edhe dëgjova një zë që ishte zëri perëndis që më thoshte shko dhe unë jam pas teje. I sigurt që të shkoj? Shko dhe unë jam pas teje, tha Zoti. Personat që e shitën dekorin më dhanë mundësinë që unë ta paguaja brenda një viti, të ndarë me këste. Po prap sfida ishte shumë e madhe, sepse nuk e dija nëse do isha e aftë për ta bërë këtë gjë. Okej, kisha bërë gjëra të vogla që edhe nëse do gaboja, nuk do më thoshte njëri ke bërë gabim, sepse po kontriboja, por në momentin që ti të bësh një dasëm, është gjë gjigante, nuk e kisha ekspertizën e dur për ta bërë. Është dita me lutur për dikë. Pikërisht, o doja ndreqësh, o doja shkatrosh, domethënë, edhe po paguhesh për t'ia shkatruar në një farë mënyre. Dhe ishte shumë sfidë. Po gjatë gjithë kohës, domethënë, për mua sfida më e madhe ishte se si do ta paguaja unë të gjithë vleran. Ama realisht Zoti ka qenë aq besnik, aq I mirë sa unë brenda një viti arrita ta shlyej të gjithë detyrimin e biznesit. Është shumë e veçantë. Është manisme, vërtet është manisme. Unë ndoshta ndjes si po ndërpres, po atë çfarë ti po shpjegon edhe si po e përshkruan është që ti ke vendosur Zotin të parin. Edhe kjo është gjë e më e rëndësishme. Në momentin që ne vendosim Zotin të parin, çdo gjë vjen. Pas edhe si e shikoj unë, është si çdo gjë ti ja ke lënë Zotit në dorë, edhe ai do të kujdeset, por edhe kur është nga Zoti, nga Perëndia, vjen vërtet në kohën e dur, në mënyrën e dur, por vjen edhe lehtësisht. Më kupton edhe kur ti po theshe që ata më lanë një vit, më dhanë një vit kohë, përsëri kjo më duket mua që është nga Perëndia, sepse ndonjëherë kur nuk janë, kur nuk vjen nga Perëndia, kur nuk është nga Perëndia, nuk është në mënyrën e do mbyllet. Më kupton, mbyllet ajo derë. Më kupton, kurse kur është nga Perëndia, hapet. Është shumë e veçantë dhe tamam duket që ishte plani I Perëndisë në jetën tënde, sidomos që e ke vërtetuar, e ke pasur shumë të fortë që po këtë gjë duhet të bësh dhe është e rëndësishme që të dimë edhe të kuptojmë edhe të dëgjojmë që po, kjo është ajo që ti duhet të bësh edhe duhet të vazhdosh. Kështu sa mirë që e ke pasur kaq të fortë, kaq të qartë zërin e Zotit që mund të vërtet të ndjekësh atë që Zoti kishte plan për ty. Vërtet, edhe unë gjithmonë e konsideroj si një hap shumë të madh besimi, sepse normalisht ti je 20 vjeç që të marrësh vendimin. Domethënë, unë fjalia që I kam thënë personave që e kam vlerë, ka qenë mua kjo o do më ngrej lart, o do më fundosi, kam thënë. Por realisht ishte një hap besimi. E dëgjova Zotin e thash, ok, në rregull, kjo është diçka që unë kam dashur gjithmonë ta bëj. Nëse ti je I pari, unë jam pas teje. Shumë e veçantë. Prej sa vitesh je duke e ushtruar? Atëherë u bën 4-5 vite? Po.
Edhe unë kam parë një video, sepse kam parë pak videot edhe fotot e Gabrit e Divine Events për të gjithë ne, dhe kush martohet, kush ka ditëlindje, ju lutem Gabrielën dhe Divine Events, dhe ishte shumë e veçantë sepse kishte bërë një video ku tregoje si ka filluar dhe si ka vazhduar. Më ka pëlqyer shumë sepse kjo tregon edhe rrugëtimin, ndryshime, tregon sa shumë ti ke punuar dhe sa shumë ke investuar, tregon dorën e Zotit sa shumë e ka bekuar. Është shumë e bukur që kështu duhet hyni ta shikoni, dhe vetë Gabri aty tregon që po me Zotin mund t'ja dalësh, edhe ka vendosur dhe shumë e veçantë. Ndjeset bukur. Po. Prandaj edhe emri është Divine Events. Gjithmonë sa herë kam pasur në mendje të bërit biznes, fokusi kryesor ka qenë, si mund të fokusoj Zotin me gjën që unë bëj, dhe kam dashur që në emër tim të prezantohet Perëndia. Dhe prandaj kam vendosur Divine Events për të treguar që gjëja është për te meje, gjëja do përdoret nga Zoti për Zotin. Shumë e bukur. Megjithëse jemi futur pak në pjesën e temës, çdo gjë, edhe dëshmia jote e sjell shumë qartë që duhet të kemi fokusin tek Zoti, edhe çdo gjë pastaj do të vazhdojë, do të na jepet. Ndoshta kalojmë pak më shumë në ato gjërat që dalin sfida, gëzime, pengesa, sepse e dim që ti e fillon diçka, po nuk është që ja ku e ke, vazhdo, të gjitha gjërat do kesh suksese, çdo gjë nuk do kesh asnjë sfidë. Çfarë të ndihmon që të qëndrosh e lidhur me Zotin në një ditë të ngarkuar, në një ditë me sfida, në një ditë që është e vështirë në biznes? Atëherë normalisht, siç e the ti, sfidat janë shumë të mëdha. Me vërtet ti je bashkë me Zotin, por Zoti në asnjë moment nuk na ka premtuar që gjërat do shkojnë vaj. Absolutisht, aq më tepër në fushën e biznesit ku konkurenca është e lartë, sfidat janë të larta, aq më tepër marrëdhënia me klientin, për të shtuar këtu faktin që unë jam edhe punësuar 8 orarsh dhe normalisht koha është e limituar, sfidat janë të larta, presioni është i lartë. Dhe gjatë momenteve që unë jam në një dekor, e mendoj kështu. Nëse unë e nis ditën pa Zotin, pa u lutur, pa e lënë ati në kontroll, jam unë shefi. Jam unë personi që po shqetësohet për çdo gjë, si do dali, si do shkoj, presioni është i madh. Punëtorët nuk e kanë presionin njësoj si Zoti punës, sepse kontakti me klientin je ti. Nëse diçka shkon keq, je ti ai që do përballet me klientin. Ama kur lutem, them je ti pronari. Të bëhet çfarë të bëhet, dili ti për Zotin. Është e bukur. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme që t'ja dorëzoj Zotit gjithë gjë, sepse Zoti thotë ju nuk i mbani dot barrat vetë, dhe normalisht unë nuk i mbaj dot barrën vetë, duhet ja dorëzoj atij dhe më pas është ai në kontroll. Një pyetje tjetër është çfarë të sjell më shumë gëzim në këtë punë që e duke bërë? Rezultati. Momenti ku fusha e dekorit, mendoj që është luftë, është aksion. Ti të duhet të kapësh kohën, mund të kesh harruar diçka që mund të jetë baza kryesore që më ka ndodhur shpesh herë, se jam shumë harraqe si njeri, dhe i fejuari im në fakt është shumë i hirshëm me mua, kudo që jemi kthehet edhe e merr gjën që unë kam harruar dhe e sjell. Por normalisht momentin kur gjëja ka përfunduar, klienti ka ardhur dhe ka parë rezultatin, është kaq gëzim, fjalët e bukura që të thonë, po edhe puna me skuadrën është realisht shumë bekim. Kështu që besoj rezultati është ai që më gëzon më tepër. Sa njerëz të tjerë ke që të ndihmojnë? Atëherë, unë kam një grup të strukturuar prej finans, menaxher, hamal, të gjitha këto. B&B.
Të bëj shaka. Jo, bëj shaka. Në bazë të eventeve, normalisht në bazë të eventeve, llogaritet edhe numri personave që do të duhet të ndihmojnë. Se nëse është një ditëlindje e vogël, 2 deri në 3 persona janë mjaftueshëm, por nëse është një dasëm e madhe, normalisht duhet një staf deri në 10 veta. Po, falenderojmë edhe Leon në këtë rast, që vërtet e mbështet Gabrin edhe si një lidere. Ndonjëherë ne stresojmë dhe të tjerët. Kur vajzat stresojnë edhe ato që kanë në krah më tepër akoma. S'ka gjë bash, është. Po është i qetë, unë i them shpesh që ti je veriori më pak verior që unë kam njohur gjithë jetën time, domethënë, për qetësinë që ka. Kështu jeni shumë mirë, një meç i mirë për të mbështetur edhe në pjesën e biznesit bashkë. Shumë mirë. Ndoshta nga skuadra kalojmë pak tek klientët, si e reflekton ti besimin tënd në marrëdhëniet me klientët apo njerëzit në punë? Në fakt, një ndër gjërat që unë marr më shumë të prej klientëve është pikërisht kjo. Kur jam në kontakte me ta, gjithmonë më thonë që ka diçka ndryshe tek ty. E kemi shumë të lehtë të komunikojmë me ty, e dim që do na kuptosh, dhe mendoj që shohin me vërtet atë drejtsinë e Perëndis. E din që nëse janë duke komunikuar me mua, nuk ka diçka tjetër për ti kësaj çfarë unë po them, dhe kjo është shumë ndihmuese sepse unë mendoj që në marrëdhënie me klientët transparenca dhe besueshmëria është ajo që ndërton marrëdhënie. Dhe kjo më ka ndihmuar jo vetëm për biznesin tim personal, por edhe në punën tjetër që unë bëj. Klientët krijojnë besueshmëri dhe kanë shumë të lehtë të komunikojnë me mua, dhe kjo besoj që vjen pikërisht për faktin e çunurit e krishterët, për faktin që ne e dim kush janë parimet që Zoti kërkon për një lider. Shumë e vërtet. Cilët personazhe nga Bibla të japin më shumë frymëzim dhe pse? Përpara se të bëjmë këtë pyetje, Lino, do ta bëjmë në një formë tjetër tani. Ne do themi disa emra personazhesh biblik dhe ti do t'i zgjedhësh, do përzgjedhësh vetëm njërin, okay? Dhe pastaj do shikojmë pak në fund se kush të mbetet më shumë në mendje apo kush është ai i preferuar yt, dhe mund të na thuash edhe diçka më tepër për këtë pjesë. Okay. Atëre, gati? Gati. Gjon Pagëzori apo Ruth? Ruth. Ruth apo Pjetër? Ruthi. Normale tash kur ke Ruth Pjetër, këtë do zgjidhë. Po, varet çfarë karakteri i pëlqen. Ruth apo Debora? Debora. E shikon që ndryshojnë. Debora apo Solomon? Debora. Debora apo Pali? Pali. Pali apo Mojsiu? Mojsiu. Mojsi apo Sara? Mojsiu. Okay. Mojsiu apo Abrahami? Mojsiu. Mojsiu apo Davidi? Davidi. Davidi apo Lea? Davidi. Davidi apo Lidia? Davidi. Okej. Nuk po vazhdojmë më shumë. Davidi apo Jozefi? Davidi. Okay. Fitoi Davidi. Fitoi Davidi. Që kështu, pse të pëlqen Davidi, edhe na thuaj diçka nëse do të karakteri, cilësitë, çfarë të tërheq te ky personazh? Në fakt kur e dëgjoj historinë e Davidit, e lidh shpesh me veten Davidin, sepse mendoj që Davidi ishte i vogël, pati frikë, dhe Perëndia i dha një përgjegjësi shumë të madhe mbi korriz. Dhe mendoj që jam pak a shumë si Davidi, jam një David i vogël që Perëndia i dha diçka shumë të madhe mbi korriz. Dhe normalisht Davidi pati luftën e tij me Goliathin dhe unë përballem pothuajse çdo ditë me Goliathin tim, kështu që e krahasoj shumë shpesh veten me Davidin. Por gjithashtu është edhe një personazh tjetër në Bibël që ne nuk e dëgjojmë shpesh në fakt, është Bezaleli.
te eksodja. Edhe unë e kisha dëgjuar historinë, por nuk vaja mend emrin, edhe është vërtet shumë interesante, duhet ta dëgjoj. Sepse personazhin e Bezalelit Perëndia ka frymëzuar dhe i ka dhënë dhuntin e të kryerit art, edhe e kupton. Ti e ke këtë dhunti, duket dukshëm. Që kështu vërtet shumë e veçantë. Tamam, është e rëndësishme të kuptojmë edhe ku janë dhuntit tona, edhe të përdorim këto dhunti që Zoti na ka dhënë, edhe të mos i lëm të ikin kot. Kështu shumë shembull i bukur edhe personazhi që na solle. Pyetja e radhës. Cilat vargje të inkurajojnë më shumë gjatë kësaj periudhe, por do ta lisja dhe cilat vargje të inkurajojnë më tepër kur ka diçka që nuk po shkon mirë? Vargu im që unë varg çdo shpresë time në Gjoni 16:33. Në botë, ju a kam thënë këtë gjëra që të keni paqe në mua. Në botë do të keni shtrëngimi, por merrni zemër, unë e munda botën. Gjithë jetën time rrotulloj rreth këtij vargu, kështu që edhe në momente ku gjërat nuk po shkojnë mirë, ja kujtoj vetes këtë, unë e munda botën. Kështu që kur Zoti ka mundur botën, sfida që unë po kaloj është shumë e vogël. Kështu që sipas mendimit tënd, si ndryshon të bësh biznes me Zotin krahasuar pa Zotin? Ndryshon shumë. Si që thash, unë punoj edhe në një biznes tjetër që nuk është i krishter. Se si i mban të dyja, këtë nuk e kuptoj si i mban, edhe të punosh, por edhe të kesh edhe biznesin tënd, nuk e di, ty bravo të qoftë. Në fakt mendoj që kanë pika të përbashkëta, sepse pozicioni që unë kam është menaxher e projekti, kështu që dekorin, domethënë eventin mund ta shikoj pak a shumë si një projekt që më duhet ta menaxhoj. Po që normalisht mendoj që unë e them gjithmonë është dashuria që kam për të dyja. Por, për ta lidhur me pyetjen, jam pjesën më të madhe të kohës në një ambient jo të krishter, dhe patjetër pastaj në gjën time ku është totalisht i krishter. Dhe ti arrin ta bësh dukshëm ndryshimin, sepse mendoj që të bërit biznes me Zotin, fokusit kryesor ndryshon. Sepse hyn në lojë të gjitha vlerat që Perëndia na ka dhënë dhe vlerat që Perëndia kërkon të ketë për liderin që ka pajisur. Dhe unë mendoj që dhuntia e të bërit biznes vjen nga Perëndia, dhe për shkak se vjen nga Perëndia, atij i takon lavdia, dhe ti duhet sillesh si një person i krishter në biznes, pra të tregosh virtytet e tua, integritet, besueshmëri. Personat e tjerë duhet ta dinë që ti nuk po përfiton prej tyre, dhe ti shohësh si partner, jo si persona për cilën ti po merr pagesën prej tyre dhe po jep shërbim, ose si persona që ti po i paguan dhe po merr punën prej tyre. Po, do të thoja që nuk je vetëm për sot. Pra, nuk je vetëm për sot, vërtet. Është edhe për më vonë, në rast se një klient ngelet i kënaqur nga puna jote dhe nga ajo që ti je edhe bën, normalisht ai do ta sugjerojë edhe tek të tjerët pastaj. Prandaj thashë nuk jemi vetëm për sot. Absolutisht që po. Që kur e kam nisur biznesin, gjithmonë kam thënë, siç e thash edhe pak më parë, si mund ta fus unë Zotin në gjithë këtë gjë që bëj. Dhe në fakt, kur ti ofron shërbim, është pak e vështirë ta paraqesësh Krishtin, se nuk është se mund të kem diçka të shkruar që ta tregoj të madhe, Zoti të do pendo. Kështu që vetëm Bibël që klientët e mi po lexojnë, jam unë dhe stafi im, dhe mënyra se si ne po i përqasemi atyre. Kështu që sjellja që neve do kemi do jetë absolutisht një sjellje që do reflektoj dashurinë e Perëndis. Dhe unë mund ta praktikoj këtë në shumë gjëra, për shembull. Gjithmonë kam thënë që shërbimet e mia nuk do kenë çmimet në stratosferë. Ne e dim kush është tregu sot. Dhe gjithmonë kam zgjedhur të qëndroj më poshtë se tregu. Patjetër qëllimi kryesor i biznesit është për të fituar, por ama ti diçka realiste, jo. Unë gjithmonë i them klientëve, më thuaj kush është buxheti jot. Sa ti ke mundësi të shpenzosh për gjën tënde, dhe unë do përpiqem me ato që unë kam mundësi të të vinë në ndim.
Shumë e veçantë, Dhe shumë e veçantë. Vërtet shumë e veçantë. Është vështirë ta Vërtet shumë e veçantë. Edhe besoj që paktën për pjesën e klientëve, kjo është ajo veçantia çfarë ju karakterizon si le të themi biznesi juaj. Më kupton, por mbi të gjitha është edhe veçantia që do të thoja më tepër për ju, sepse kjo është ajo çfarë e karakterizon edhe e bën ndryshe nga të tjerët. Është vërtet e veçantë. Sepse ne fillojmë të kuptojmë edhe personin tjetër, edhe të tregojmë që okay, jam këtu për ty edhe pse e kam biznes, mund të ndihmoj. Por nuk e di, vërtet, po më emocionon edhe në kuptimin është që ti pavarësisht që do të përfitosh edhe për veten tënde, në fakt sepse kjo është ajo biznesi është edhe për të përfituar, por në të njëjtën kohë ti po vete të tjerat për të ndihmuar. Më kupton, prandaj që më bën përshtypje kur ti thua klientit që sa është buxheti yt, se imagjino të vi dikush, domethënë të thotë kot po them me 200.000 lekë. Më kupton? Tani, në një farë mënyrë, prandaj po them, po të thotë 200.000 lekë. Më kupton, por prap ti nga mirësjellja jote, dashuria jote, më kupton karakteri yt, prap ti e ke të mundur t'ja zbukurosh ditën si të thuash. Më kupton edhe, po kjo është ndryshimi, kjo është vërtet ndryshimi, por në të njëjtën kohë kjo është edhe ai ndryshimi që Zoti na ka bërë në zemrën tonë prap. Më kupton, sepse nëse nuk do të ishte pa Zotin, domethënë ky ndryshim nuk do të vinte në zemrën tonë. Kështu që se të nuk pyet nga fare. Jo, nuk ka problem. Ju e përmbledhët shumë bukur gjithë gjën, kështu që nuk do doja të shtoja asnjë gjë më tepër kësaj që ju thatë. Po është pikërisht ajo që Lino thotë, momentin kur është Zoti ai që po vepron, zemra jote është e gjerë. Ti nuk po shikon më vetëm interesin tënd, por realisht për mua është e rëndësishme që ti ndihmoj personat që me cilët jam duke punuar. Sepse në fund ditës, nëse unë atë gjën e kam, nuk më kushton asnjë gjë, absolutisht. Është shumë e veçantë, Gabri. Po, një jashtë jashtë tekstit. A ke më shumë klient të krishterë apo jo të krishterë? Edhe kush ta kanë bërë më të vështirë, të krishterët apo jo të krishterët? E ke parasysh që familja jote pret më shumë nga ty? Kështu që normalisht kam në fakt më shumë klient jo të krishterë kam. Dhe po, të krishterët në momentin që e kuptojnë që jam e krishter, i rrisin pritshmëritë shumë dhe hynë në lojë pastaj e gjithë gjëja, kështu që normalisht me ta mendoj që është pak më e vështirë për të punuar, sepse bota nuk ka pritshmëri. Po të paguan, prej të marrin shërbimin për cilin po paguan, edhe kaq. Ndërkohë të krishterët presin të gjitha këto vlerat e tjera me radhë. Edhe është e vështirë ti përmbushësh pritshmëritë e njerëzve. Është e vërtet. Ne nuk mund të kënaqim çdo tek, çdo gjë, por patjetër që mund t'japim maksimumin ton. Gabriela, ti the që ke 2 punë që kështu të marrin një pjesë goxha të kohës tënde. Vërtet më vjen në mendje, okay, si ja bën që të kesh kaq shumë gjëra në kurrizin tënd, edhe në të njëjtën kohë të jesh e fortë në besim. Sepse ne e dim që rutina na merr shumë shpesh, edhe për të rinj që flasim, janë në shkollë, kanë kurse pafund, ndoshta akoma nuk kanë një biznes, po ndoshta kanë dëshirë të fillojnë diçka. Vërtet i merr një kohë shumë të gjatë kjo gjë, edhe ndonjëherë kur ti fillon shkëputesh nga Zoti ose le njëherë Biblën pa lexuar, një studim pa shkuar, pra gjëra të tilla, si e bën ti që ti mbash Tani, unë nuk do doja të jepja atributin vetes. Ti shumë faleminderit për fjalët e mira. Zoti realisht më ka bekuar me njerëz që më kanë qëndruar shumë pranë. Qoftë familja mame motra, qoftë i fejuari, qoftë shoqëria ime e ngushtë, dy shoqet e mia shumë të ngushta që në momente kur jam duke humbur fokusin, janë pikërisht këta persona që janë duke më thënë, okay, Gab, mblidhu se ky është fokusi jot. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme ti gjesh këta persona në jetë.
Por mendoj që Zoti na vendos, Zoti di ku janë dobësit tona, dhe mendoj që na vendos rreth vetes persona që do na ndihmojnë të rritemi. Njerëzit e duhur. Po, por është shumë e rëndësishme të qëndrojmë me syt hapur dhe veshët hapur për të dëgjuar këta persona. Për t'ju dëgjuar këshillën, se nuk mendoj që personat që kemi rreth vetes duan të keqen për ne. Kështu normalisht mendoj që është e rëndësishme ti dëgjojmë këta njerëz dhe nuk është e thjeshtë ti balancosh. Patjetër të dyja marrin nga koha e njëra tjetrës, kur kam Vera për shembull është strapacuese, sepse normalisht të duhet të bësh dekorin e dasmës, të qëndrosh aty, ta mbledhësh dhe të nesërmen të jesh gati për të qenë në punë. Dhe është sfilica. Po mendoj që kur ti e di kush është qëllimi yt, kur ti e ke gjetur kush është hapi yt final, kush është vija jote e finishit, mendoj që ti e gjen energjinë dhe forcën për ta bërë gjithë rrugtimin. Por pjesa më e rëndësishme e rrugtimit është pikërisht të mos u mbasësh Zotin. Se Biblia e thot, shkuptim ka për njeriu të fitoj shpirtin e vet, botën për të humbas shpirtin e vet. Kështu që shkuptim do kishte për mua, ti kisha të gjitha këto gjëra për të humbisja Zotin, me të shkosta. Shumë e vërtetë, dhe është një pyetje që të gjithë duhet t'ja bëjmë vetes. Po, kështu që nëse do t'i kisha, nuk do isha njeriu më i pasur në botë, po themun, por nuk do kisha Zotin, jeta jote është bosh, është kotësi e kotësive. Po, shumë e vërtetë. Çfarë do të doje që të rinjt të kuptonin për fillimet e një biznesi dhe mbajtjen në qendër Zotin? Të rinjt duhet të kuptojnë që të krijosh një biznes, të kesh një biznes nuk është fush me lula. Është e vështirë, ka sfida patjetër shumë, të duhet të sakrifikosh nga vetja jote, ndoshta të duhet të sakrifikosh edhe nga të ardhurat e tua personale. Duhet të kuptojnë që vitin e parë ti jo domosdoshmërisht do kesh fitim, dhe unë mendoj që biznesi të nxjerrë fitim që vitin e parë është arritje shumë e madhe. Vetëm vitin e parë apo? Jo. Tani duhet të fillojmë të bëjmë një studim biznesi këtu. Është tjetër gjë pastaj, është tjetër gjë, po imagjino, po fitove që arritet të fitosh, domethënë që vitin e parë, shkon mirë. Shkon mirë se që në vitin e parë ti po fiton. Çfarë thua, është super. Por duhet të jenë pritshmëritë e ulta. Se mendoj që kur je i ri do të kesh gjërat shumë thjeshta, domethënë, prej që të futesh në biznes edhe direkt të kesh fitimin tënd, po jo, është një rrugë e gjatë për të shkuar deri atje. Dhe thash, domethënë ti do kesh dështime, do duhet të prekësh edhe kursimet e tua. Ndoshta do dështosh gjatë procesit, po unë them i vetmi person që ka dështuar është ai që asnjëherë nuk ka provuar. Po, do të Kishte diçka? Jo, s'ka problem. Okej, se ndoshta kemi pyetje tjera përveç Kemi, okej. Po i ruaj për në fund atë pyetjen pastaj. Okej. Vazhdo Gabri. Atëre, në qoftë se një i ri, Gabri ka iden, ka dëshirë në këto gjërat, edhe në qoftë se dështon, si do ta inkurajoje ti që të mos heqë dorë, sepse për shembull unë kam tentuar, nuk jam e re, por kam tentuar disa herë në disa gjëra, me thënë të drejtën, por kur kam parë që më merrnin, nuk kam ditur me thënë të drejtën vërtet ndoshta të balancoj punën, atë gjën që doja të krijoja, ose nuk ka ecur në fillim dhe pastaj e kam lënë. Si do t'i inkurajoje ti të rinjt që të mos dorëzoheshin, por të vazhdonin, sepse siç e the vetë që në fillim ndoshta nuk është fush me lule. Absolutisht. Unë mendoj që gjëja kryesore është të kuptosh gjën që je duke bërë, a e do me të vërtet dhe kush është qëllimi për cilin ti po e bën. Në momentin që ti identifikon këto dy gjëra, mendoj që fillon dhe gjen atë grindën për të vazhduar. Unë mendoj që thjesht dorëzohu para Zotit, them unë, dhe thuaj, o Zot, çfarë bëj? Mendoj që është shumë e rëndësishme të gjejmë vendin ku Zoti do të na përdorë. Sepse e thalim në pak në fillim, nëse gjëja nuk po vjen nga Zoti, nuk do shkoj atje ku duam ne, sepse jemi duke ecur në drejtime të ndryshme. Ne dimë që Zoti ka një plan për secilin nga ne. Dhe është e rëndësishme të kuptojmë kush është plani i Zotit.
dhe thash, për mua është shumë e rëndësishëm qëllimi për cilin ti po e bën gjën. Dhe pastaj e gjete qëllimin, e kuptove kush është gjëja që ti do të bësh, mos hiq dorë. E thash, fillimi nuk është i thjeshtë, fillimi është i vështirë, do duhet të sakrifikosh shumë gjëra nga vetja. Koha është shumë e vështirë të gjetë, aq më tepër në ditët që po jetojmë ne sot që është bërë luftë për të gjetur kohën, është sfidë. Nuk po na del koha më as të takojmë familjarët, them unë. Është ndonjëherë bëhet edhe e rrezikshme në fakt. Mendoj që bëhet e rrezikshme sepse ti po dëmton marrëdhënia. Mendoj unë, dhe ti po e harxhon energjinë tënde për gjëra që ndoshta a ja vlen me vërtet ta harxhosh energjinë. Mendoj që vjen një pikë ku njeriu duhet gjej balancën dhe të heqë dorë nga njëra. Realisht do vi një moment ku ti të duhet të heqësh dorë. O do mbash njërën, o do mbash tjetrën. Mendoj unë, do të thënë se ndoshta. Në fakt është e vërtet që duhet aty ku fokusohemi, duhet të fokusohemi, nuk mund të jemi, ne i themi një dorë në revani, një dorë në baklava, ti ke nevojë që të përkushtohesh edhe të fokusohesh, ok, qëllimi im është ky, kam marrë aprovim nga Zoti, domethënë le ta provoj, le të mos dorëzohem, por edhe të hidhesh për shembull nga një gjë, ta lesh, të hidhesh në një gjë tjetër nuk të ndihmon si i ri, që kështu nuk mund të jesh në 100 vende apo në 100 gjëra, duhet të zgjedhësh, besoj që edhe për këtë. Unë mendoj që duhet të jesh konsistent, mendoj që konsistenca do jetë ajo që ti do të çoj përpara, dhe jo vetëm në biznes, mendoj që kjo funksionon për çdo gjë. Disiplina është ajo që do të ndihmojë. Do mendoj që Perëndia i do njerëzit e disiplinuar dhe Perëndia i shpërblen njerëzit e disiplinuar. Vërtet, shumë e vërtet, shumë mësime të vyera sot. Doja të kuptoja pak më shumë se sa e rëndësishme është që të mbështetesh nga komuniteti i krishterë që ke rreth e rrotull, ti e përmende pak më përpara, kur ti merr një nismë të tillë. Edhe si mund të jetë ky suport? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme mbështetja e komunitetit krishterë. Mendoj që ne si komuniteti krishterë duhet ta mbështesim njëri tjetrin më shumë në nismat që neve marrim përsipër. Dhe më vjen keq që do e them këtë, por mendoj që ne nuk e mbështesim mjaftueshëm njëri tjetrin. Dhe mendoj që kemi kaq shumë të krishterë të talentuar me gjërat që bëjmë, dhe zgjedhim të shkojmë ti përmbushim këto nevoja në botë përpara se të shkojmë dhe ta suportojmë një vëlla dhe motër në Krishtin. Është shumë e rëndësishme për ta fuqizuar njëri tjetrin. Kështu që mendoj që nëse ti e ke mundësinë për të marrë të njëjtin shërbim në botë dhe tek një person i krishter, jep ja një mundësi. Po. Unë do doja ndonjëherë, është e vërtetë ajo që po thoje, por unë do doja që ndonjëherë nëse nuk do le të themi për ta ndihmuar një të krishterë ose për ta suportuar një të krishterë, ndoshta se ndonjëherë fillon edhe ne flasim pastaj keq. Por të paktën ndonjëherë nëse nuk do ta ndihmosh apo ta suportosh apo ta inkurajosh, më mirë lere, më kupton, mos fol, se sa do ta dëmtoj. Mos e dëmto, më kupton? Po, edhe unë kam këtë mendim. Por kemi edhe pastaj ndonjëherë është edhe pjesa e zilisë. Më kupton që dashur pa dashur edhe pse ndonjëherë po është njerëzore, por ne themi, ne dim frytet e frymës, më kupton, por se sa i praktikojmë pastaj se sa i ashtu është tjetër gjë. Nëse Por është vërtet shumë e bukur kur ne mbështetim njëri tjetrin, sepse nëse ne nuk do ta mbështesim njëri tjetrin, nuk mund të presim që të tjerë të na mbështesin. Se dashuria që marrim nga Krishti duhet të ndahet nga mes njëri tjetrit. Nëse ne se bëjmë, s'mund të presim që bota të na tregojë dashuri pastaj. Përveç kësaj mati mos harrojmë domethënë që ne themi që jemi dhe një familje e madhe. Kupton, edhe kur jemi një familje e madhe, do thotë që ne të ndihmojmë, të suportojmë njëri tjetrin, të inkurajojmë njëri tjetrin. Pse jo? Edhe më kryesore është të mbajmë edhe barën e njëri tjetrit, por në këtë rast për çfarë po flasim është që të inkurajojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, ta suportojmë njëri tjetrin. Domethënë, përderisa quhemi familje e madhe. Po
Më ka ndodhur 2 ose 3 herë kur personat krishterë kanë ardhur dhe kanë folur për mua që dua të bëj një dekor për X event, e kam parë faqen, nëse mund të na sugjerosh diçka. Dhe jo për të qenë mundi madh ose unë i di kush janë aftësitë e mia. Dhe e di sa mirë punoj te kjo gjë. Sepse jam përpjekur që ta bëj mirë. Dhe patjetër i kam dhënë ofertën ku realisht kam munduar të qëndroj më ulët për arsyet që i tham pak më sipër. Dhe vetëm kur kam parë përfundimin pastaj që ka shkuar e ka bërë diku tjetër në botë, ndoshta edhe për një çmim më të lartë, po për të njëjtën shërbim. Okej, aty pastaj ti edhe zhgënjehesh pak. Se thua, okej, në rregull. Prej të paktën të mbështetesh nga këta persona. Sepse unë mendoj se për veten time, unë do e kisha bërë këtë gjë. Nëse po marr një shërbim, nuk e di, më jep një ide. Një biznes të vogël që ka hapur shoqja ime ka hapur tani që e kanë hapur tani, kanë hapur një diçka me sanduiç, me gjëra të brumit, po e marrim si shembull. Shumë bukur. Atëherë përderisa unë po marr të njëjtin produkt, pse të mos ja jap një shans? Po. E kupton dhe nëse është vërtet i mirë në atë gjë që bën, çfarë më kushton mua? Kur të dalë me shoqet e mia, them hajde se kam një vend ku të shkojmë. Po, shumë e vërtet bravo. Po, njësoj. Dhe shkon te komshiu dhe nuk shkon. Njësoj do të jetë. Pastaj nëse nuk është aftësia 100%, po çështje tjetër. Okej, jemi të gjithë të hapur, njerëzit janë të përmirësueshëm, nuk më pëlqen shërbimi që mora, do shkoj diku poshtë ajo që ti. Nuk kam se të flas keq, sepse njerëzit janë duke mësuar. Po, në shumë e vërtet, edhe që të mos i rrëzojmë njëri tjetrin është të themi edhe të vërtetën, kur diçka nuk shkon mirë, ta themi të vërtetën, por me dashuri, për ta ndërtuar tjetrin, sepse patjetër që ne edhe do përmirësohemi gjatë rrugës. Që kështu është shumë e rëndësishme që komuniteti i krishterë të ndihmoj dhe të suportoj, po, këto nisma, edhe sidomos këta të rinj që i nisin kaq shumë të rinj, edhe kanë këtë guxim kaq shumë të madh, që kështu është vërtet shumë e rëndësishme. Çfarë mesazhi do doje që të kishe për të rinjt edhe pas këtij episodi, që të kenë në mendje, që ta reflektojnë? Unë do thoya që gjeni, Zoti thot, aty ku është zemra juaj, aty është dhe thesari juaj. Kështu që gjeni ku është zemra juaj dhe nxirrni thesaret prej saj, por gjithmonë të fokusuara tek Perëndia, sepse aty ku fokusi është Perëndia, gjërat marrin tjetër jetë, mendoj unë. Nuk kemi çfarë të shtojmë tjetër. Besoj që kemi dritën jeshile në qoftë se vërtet e kuptoni që keni një prirje për biznes edhe doni të filloni, por mos harroni asnjëherë qëllimi ynë është marrëdhënia me Zotin dhe jemi krijuar për Perëndin. Dhe më pas të tjerat vinë. Pra, në fillim kërkojmë mbretërinë e Krishtit dhe të tjerat na jepen. Mos harroni këtë, por mos harroni ëndrat tuaja, mos i lini pas dore dhuntit, apo jo? Po, edhe unë do mbylja sërish me pjesën aty ku është thesari juaj, është edhe zemra juaj. Kështu që gjeni thesarin, por duhet ditur që dhe duhet kuptuar që thesari ynë është mbi të gjitha është Krishti. Po. Kështu që të gjejmë Krishtin mbi të gjitha. Gabriela, shumë faleminderit. Ne ju urojmë vërtet shumë suksese, Divine Events. Sidomos tani në Bear, në këtë kohë periudhë vere, sa më shumë punë, sa më shumë dasma. Martoni, po. Dhe vërtet Zoti ta bekoj këtë gjë që ka nisur te ty edhe shikosh sa më shumë fryte të bekimeve të tij. Faleminderit që ishe pjesë edhe do Zoti shpresoj që të shihemi edhe në episodet të tjera, për tema të tjera, pse jo? Pse jo? Shumë faleminderit. Mirupafshim.